Ndërprerja rekord e furnizimit global me energji e shkaktuar nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit është shkaku kryesor i krizës. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë paralajmëroi një humbje ditore prej afërsisht 13 milion fuqish. Dhe vetëm në 17 ditët e para të luftës me Iranin, Bashkimi Evropian u detyrua të shpenzonte 6 miliardë euro shtesë për importet e lëndëve djegëse fosile për shkak të rritjes së çmimeve. Për të siguruar pavarësinë dhe përballueshmërinë energjetike, Brukseli po e kthen vëmendjen përsëri te sektori bërthamor, duke rregulluar një rrjet që burimet e rinovueshme nuk mund ta stabilizojnë vetëm. Ky ndryshim shënon një tranzicion drejt një përzierje energjetike strategjike, ku besueshmëria e kërkesës bazë bërthamore po përqafohet si partnere e paqëndrueshme së energjisë së erës dhe diellit. Diversifikimi i energjisë dhe përdorimi në rritje i burimeve të rinovueshme çua në një rënje prej 11.1% të importeve të energjisë së Bashkimit Evropian në vitin 2025 krahasuar me vitin 2024. Në vitin 2025, Evropa importoi 336.7 miliardë euro në produkte energjetike, një rënje prej 51.4% nga viti 2022, kur importet e energjisë ishin 693.4 miliardë euro, zbulon Eurostat. Me rritjen e prodhimit vendas të energjisë së gjelbër, plani i veprimit për energjinë thjeshton elektrifikimin e sektorëve të industrisë, transportit dhe ndërtimit, duke bërë energjinë elektrike burimin dominues të energjisë. Me planin e rrjeteve elektrike, Brukseli dëshiron të modernizojë plotësisht infrastrukturën energjetike të bllokut. Plani i veprimit rrit investimet private përmes ngjarjeve të nivelit të lartë, si forumi i investimeve në tranzicionin e energjisë së pastër në maj 2026 dhe samiti i investimeve në energjinë e pastër më vonë këtë vit. Bashkimi Evropian mirëpret politikat e diversifikimit të energjisë, duke përfshirë planet e saj për burimet bërthamore. Bërthama është një burim energjie me karbon të ulët dhe i shpërndashëm, argumenton ajo, duke theksuar se është një nga zgjedhjet për të shkëputur nga lëndët djegëse fosile së bashku me burimet e rinovueshme. Në të rësi, Bashkimi Evropian varet shumë nga energjia bërthamore, e cila gjeneroi 24% të energjisë elektrike në vitin 2026. Aktualisht, ajo operon 98 reaktor në 12 shtete me rreth 96.2 gigawatt kapacitet, kështu që sistemi është i zhvilluar por i kufizuar.